Ta nisim nga motivi se përse u bë reforma në 2016. Them që duhet kemi kurajon intelektuale për ta identifikuar qartë se cila ishte motivi. Motivi ishte pikërisht kjo. Një sistem drejtësie i cili të kishte guximin që në zbatim të ligjit të mund të thyente mitin e 25 viteve, 30 ndoshta, pra të guxonte të hetonte dhe majat më të larta të pushtetit, që s'kishte ndodhur deri atëherë. Dhe nëse bjem dakord që ky ka qenë motivi, ky ka qenë synimi, pavarësisht se u vesh si një reformë e madhe, multidimensionale, unë them që po, sot mund të flasim pa asnjë lloj dyshimi që reforma në drejtësi, më sakt, ai segment i reformës në drejtësi që përfshin zinxhirin BKH, SPAK, gjykat, ja ka arritur. Provat janë konkrete, të përditshme, ka thyer tabu, dhe kur them ka thyer tabu, ka arritur të hetoj majat e dikushme të pushtetit, po dhe majat aktuale të pushtetit. Thënë kjo, nuk duhet të mohojmë edhe pjesën tjetër. Kur them pjesën tjetër, ato elemente që ka krijuar dhe kanë krijuar ngërç. Mungesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve në sistem për shkak të vettingut. Harta e gjyqësorit, pra koncentrimi i gjykatave të apelit apo dhe zvoglimi i numrit të gjykatave në shkallë të parë, ka krijuar, duhet ta pranojmë, ka krijuar një ngërç të madh, një stok të madh. Është e vërtet edhe ky fakt. Por unë do të them edhe gjën tjetër. Do duhet bindemi tashmë që kur bëhet fjalë për një reformë, sidomos reforma në drejtësi, nuk është një proces që ka një datë fillimi dhe një datë përfundimi. Ai është një proces në vazhdim. Është proces në vazhdim dhe siç unë e shoh deri tani, impulsi që fillojnë 2016 dhe vazhdoi gjatë gjithë kësaj kohe, është i mirë, është i shëndetshëm, ka nevojë për të përmirësuar. Jo aq tek pjesa e zinxhirit të drejtësisë ndaj krimit dhe korrupsionit, sesa tek pjesa tjetër. Kështu që është ka punë për të bërë, ka nevojë që të përmirësohet, por duke ruajtur sigurisht atë impuls, atë frym, atë identitet dhe jo duke e denatyruar, siç unë po shoh kohët e fundit që po ndodh majorancë në opozitë bashkë madje. Më duket që është e qartë. Më duket që është e qartë si në zhvillimet politike, por edhe në raportet që janë krijuar me drejtësinë. Ja, nga zhvillimet më të fundit. Po them nga zhvillimet të fundit, zhvillimet e 5 ditëve apo një jave. Dhe skena ishte ajo që ndodhi në parlament në gjatë raportimit të kreut të SPAK-ut apo dhe prokurorit përgjithshëm. Ajo që ra në sy, të paktën mua më ra në sy, ishte fakti që të dyja palët politike, majorancë dhe opozit, kishin një emërus përbashkët. Ta sulmonin, ta anatemonin, njëra palë pjesa e opozitës ishte më e pacip, aktive po dhe më e pacip në kuptim të termit të interesit publik. Pyesnin për çështjet e tyre personale. Disa nga deputetët që bën pyetje atë ditë kanë çështjet e tyre në SPAK. Dhe shumica dërmuese pyesnin për çështjet konkrete që interesonin kreut të tyre, Sali Berishës. Nga ana tjetër, edhe vetë majoranca, pavarësisht se heshte, duke që ishte në heshtje, ajo heshtje nuk tregonte gjë tjetër, ishte vetë se largimi nga një interes i madh publik i 2016-s, pra të ndërtojnë një sistem drejtësie pa influencë politike që të sulmonte, të godiste krimin dhe korrupsionin. Pra kjo braktisje e majorancës ishte edhe më e dhimbshme akoma, sepse u duk që e lanë, jo thjesht Dumanin, pa atë çfarë përfaqëson ai, segmentin e drejtësisë penale, e lanë vetëm. Dhe kjo është klithma më e madhe uluritse
e bashkërendimit mes tyre. Ky ishte raporti me drejtsinë. Po të shohim edhe raportet politike, të paktën mbas 11 majit, është e qartë diçka. Ka dalë një mazhorancë e mbi ngarkuar me pushtet, të pamerituar. Të pamerituar edhe për faktin sepse në flirtin apo në pazarin që bën me Sali Berishën, në reformën zgjedhore të 2024, sot Edi Rama ka diku tek 8 deri 9 mandate të pamerituara. Nuk po i futen faktit se atë përqindje që mori me përdorim të administratës, të paras, të medias, e me radhë. S'po i futen kësaj pjese, por ka marrë nga 8 deri 9 mandate që nuk i meriton. 52% e shqiptarëve kanë votuar, ka 60% të parlamentit. E në këtë pikë ka një gjymtim të madh të përfaqësimit publik. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që mazhoranca duket që po vazhdon me furi drejt një denatyrimi të vet arkitekturës kushtetuese. Këto lëvizjet e fundit, inicimi një reforme zgjedhore që do të ngushtojnë numrin e deputetëve, apo të një reforme kushtetuese, e cila edhe u shoqërua nga vetofrimi i Sali Berishës, nuk janë shenja të mira. Do të thonë një 2008 bis nga 2 aktorë të cilët sot janë një lloj sikleti. Në 2008-ën, kush e ka përjetuar, di fare mirë se çfarë ndodhi dhe pse ndodhi. Në 2008-ën, Sali Berisha ishte në një situatë sikleti se ndodhi një herë mbas Gërdecit. Edi Rama ishte në siklet sepse nuk ishte kontrollin e Partisë Socialiste në atë kohë, e kishte blerë nga Nano, po nuk ishte lideri. Do duhej që nëpërmjet sistemit elektoral të vendosë, siç e vendosi, edhe domenin e tij. Sot që po flasim, pozicionet janë të njëjta, po invers. Edi Rama ka një problem me sa duket të rënd me drejtësinë, dhe provat janë, duke filluar një sër ish-ministrash, deputetësh, po doni ju dhe kryetari i bashkisë, po doni ju edhe ajo çfarë përflitet këto ditë me zëvendës kryeministrin Balloku, duket që laku i drejtësisë është duke ju afruar. Nga ana tjetër, kemi një Sali Berish i cili tashmë është në situatën e Edi Ramës dikur që s'kishte kontrollin e partisë së vet. Edhe Berisha sot nuk e ka më kontrollin e Partisë Demokratike. Shikoni se ç'ndodh me përfaqësuesit e vet. Njëri shkon, bëhet drejtor i Edi Ramës në Elbasan. Tjetra shkon dhe bëhet në kryetare e bashkisë. Një tjetër shkoi u bë kryetar drejtor i hipotekës në Vlorë. Dhe aty brenda duket që të gjithë nuk kanë më një arsye politike se përse të jenë. Ka ngritur flamurin e bardhë Sali Berisha, nuk vjen më në pushtet. Ai e di, dhe jo vetëm që e di, por e ka lënë të kuptohet që edhe të tjerët që nuk ka më shans. Pra një proces defaktorizimi i Sali Berishës është duke ndodhur. Dhe cila është televizja që demaskoi përfundimisht? Ai që ndodhi dje. Pa pritur, pa kujtuar, ky që pretendonte që zgjedhjet do vollën, zgjedhjet janë ilegjitime, se Rama i voti, armiku i demokracisë, kriminali i zgjedhjeve i demokracisë, një ditë bukur, bie, vetë ofrohet të bëjmë ndryshime kushtetuese së bashku me Ramën. Pra është në situatën e një mbijetese politike, dhe e kupton fare mirë se ka nuhatin për ta kuptuar, e lexon situatën brenda partisë, e për këtë arsye, ajo që u them se duhet të kuptojmë cili është emrusi në fakt përsëri drejtësia. Përsëri drejtësia, spaku kryesisht, ai që ka vendosur në këtë situatë sikleti dhe siç në 2008-ën ndihmuan reciprokisht njëri tjetrin, po ndodhet edhe tani e njëjta gjë. Me sa duket. Sigurisht ka dy alternativa, unë besoj që ky është targeti kryesor.
rreziku i madh është drejtësia, a është autonome vetë, apo është me mbështetjen e atyre të cilët bën të mundur që të lindte, të krijojë partnerët ndërkombëtar, amerikan dhe europian, për mua kjo pak rëndësi ka. Por rreziku është ky. Rreziku është i njëjtë, emëruesi është i përbashkët dhe instikti njerëzor në këtë rast është i tillë që do bëjmë gjithçka që të imunizohemi. Njëra alternativë është të bëjmë gjithçka për ta krasitur, për ta goditur, për ta neutralizuar. Tjetra është ka dhe variant tjetër që të riimunizohen. Ideja e Senatit, se po sqaroj dhe këtë çështje që doli dje, e ofruar nga Sali Berisha, por në fakt e marrë dhe trajtuar edhe nga i përfaqësues i majorancës sot, Tauland Balla, që ishin të hapur për ta diskutuar brenda Komisionit të Reformës Zgjedhore, pra çështjen e Senatit, fshet diçka të rëndë në opinionin tim. Të ndryshojmë arkitekturën kushtetuese, të mund të krijojmë një dhomë të dytë, ku të mund të strehohen edhe me imunitet ndaj drejtësisë tashme, ca mëkatar që me sa duket janë edhe në opozitë, edhe në majorancë. Dhe me sa duket është kjo trajektoria drejt së cilës janë duke shkuar. Një nga pasojat kolaterale me të famshmen po zvoglojmë numrin e deputetëve është pikërisht kjo. Zvoglimi i numrit të deputetëve mund të duket një ide e bukur. Është një tezë sipas cilës një vend i vogël s'mund të ketë shpenzime të tepërta, qoftë edhe në parlament. Por ka një efekt. Zvoglimi i numrit të deputetëve do ta bënte shumë të vështirë që partitë e reja me një sistem zgjedhor, ku do duhet shumë më tepër vota në publik për të marrë një mandat. E nëse pasaj vendosin edhe ndonjë prag të lartë, bëhet gjithmonë e më e pamundur që partitë e reja, filizat e reja politike të mund të aksesojnë parlamentin. Me fjalë, duket që janë në ruajtjen e një status quo-je, Rama gjithmonë më tepër i fortë, që po kalon, sipas opinionit tim, nga një dominim politik edhe në një dominim institucional me ndryshimet eventuale kushtetuese, dhe Berisha që është tek mbijetesa, tek kacavjerja vet, rreziku i vetëm i Berishës është të sfidohet në opozitarizmin e përjetshëm të tij nga partitë e reja, kështu që kënaqen në dyja palët. Bëhet fjalë për kreun e pushtetit, i cili ka pushtetin më të madh, gjithmonë më të madh, do thotë ka edhe potencialin më të madh për të rënë në shtjella korruptive e të abuzimit me pushtetin. Joni pati një fakt, një periudhë pauze, të paktën në këtë periudhën e zgjedhjeve. Unë për të qenë fare i sinqert, prisja diçka më tepër që përgjatë procesit zgjedhor, SPAK-u të kishte pak më tepër rezultate të dukshme, publike dhe të aty për atyshme. Procesi zgjedhor ose veprat penale të procesit zgjedhor e kanë vlerën më tepër tek parandalimi, pra para fushatës apo edhe gjatë fushatës. Nëse hetimet, siç është edhe sipas ligjit, mund të vazhdojnë edhe mbas fushatës, mbas procesit të zgjedhjeve, mbas ditës së zgjedhjeve, kjo ka rëndësinë e vet, por jo efektin parandalues. Në fakt prisja diçka më tepër. Krahasuar me situatën e mparshme, kur them situatën e mparshme, goditjet që SPAK-u bëri me disa drejtues të lartë të majorancës, megjithatë, ngjarjet e fundit mediatike, informacioni mediatik, ajo se çfarë ka ndodhur, nëse është e vërtet me zëvendës kryeministren, më bën të kuptoj që po vazhdon me të njëjtën standard si edhe më parë. Joni, ju më pyetet se sa afër është kryeministrit. Në optikën time, nëse është i vërtet procedimi penal, hetimi,
ndaj zonjës Balluku, këtu nuk bëhet fjalë vetëm për zonjën Balluku. Bëhet fjalë për afera të dyshuara si korruptive, të cilat burojnë nga qeveria. Dhe nga qeveria, i pari qeverisë nuk mund kurrësi të jetë duar jashtë. Ndaj kjo më duket që është një avancim cilësor drejt, po themi drejt marrjes nën hetim a procedim apo dyshim edhe të kryeministit. Kjo më bën të shpjegoj edhe diçka tjetër, që për mua ishte e pakuptimt. Mbas zgjedhjeve të 11 majit, Rama mori 83 mandate, në fakt 86. E sigurisht ishte një s'ka ndodhur ndonjëherë. Hiq 92-shin kur ishte një situatë totalisht ndryshe në atë kohë me Partinë Demokratike. Por në 2025 me 83 mandate, minimalisht i jep fituesit Ramës një lloj relaksi, një lloj qetësie. Lëvizje të ngutshme për shkarkimin e Erion Veliajt, edhe me metoda shumë banale. I mblodhi këshilltarët në Këshill Bashkiak, u përpoq të fshinte dorën. Në fakt, ai që ka shkarkuar realisht Erion Veliajn është Edi Rama. Dhe kjo përpjekja për ta fshehur shkarkimin me duart e këshilltarëve bashkiak të mbledhur në selinë e PS-s, e për më tepër për një arsye që për mua nuk përbën bazë të mungesës 3 mujore, tregon një shqetësim. Një shqetësim të Edi Ramës, që besa duket duhet këtë pasur informacion, për të hequr siç duket nga rruga e vet, edhe me shkelje ligjore dhe kushtetuese, kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Të gjitha këto më tregojnë pikërisht këtë shqetësimin që vjen për faktin e një rreziku që e ndjen e nuhat, që të ketë rrezik politik nga opozita. 11 maj e tregoi, e 11 maj, por gjithë periudha para 11 maj, opozita Sali Berishës është një opozitë e kontrolluar totalisht nga majoranca. Një rrezik i jashtëm. Dhe ky rrezik i jashtëm mund vi vetëm prej drejtësisë në këtë rast. Prandaj dhe konsideroj që është duket afër, është ai që demaskon veten në fakt. Fakt të ditë të gjykatës kushtetuese nuk e ka sjellë askush asgjë përveç Edi Ramës. Unë tu duhet të jem fare i qartë. Lëvizja e presidentit, mos respektimi së drejtës së tij, që teksa bëri ankimin në gjykatë kushtetuese siç kushdo mund ta bëjë, që pretendon që nuk ka faj, lëvizja e presidentit ishte një vazhd e një kërkese insistuese në një zinxhir veprimesh që filloi që nga mbledhja e Këshillit antarëve të Këshillit Bashkiak në Selin, në urdhrin që Rama ju dha, në sajimin e një justifikimi për mua pa bazë, dhe që vazhdoi pastaj edhe me nxitimin, me ngutin e pa justifikuar të presidentit të Republikës. Çfarë pritet? Unë do të jem fare i sinqert me ju dhe me çdo tjetër. Dhe po mundohem të futem të dal, po themi nga veshja politike. Opinioni im për Erion Veliajn është ai që është kundërshtar politik në qëndrime politike në mënyrën si ka menaxhuar Bashkinë e Tiranës, por në aspektin e një njeriu njohës të ligjit, modest siç jam, duhet të them këtë gjë. E para, shkaku për të cilën është shkarkuar Erion Veliaj dhe që është mungesa 3 mujore në detyrë, nuk qëndron. Kushtetuta ka përcakton fare qartë. Duhet të kesh shkelur rënd ligjin apo kushtetutën. Erion Veliaj është në burg sot, është mas paraburgimi, dhe për këtë arsye, siç edhe për çdo tjetër, konsiderohet nën prezumimin e pafajësisë. Ai ka dashur të vinë në detyrë. Madje kam përshtypjen që gjatë kohës që ka qenë nën mas paraburgimi, ka ushtruar kompetencën e vet. E para kjo. E dyta, kushdo ka të drejtën që
të jap objeksionet e veta, kundërshtitë e veta, vrejtjet e veta, të dëgjohet në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, të bërë me ngut, të bërë shpejt, nuk ju dha as e drejta për të dëgjuar, edhe pse e kërkoi. Dhe ajo se çfarë unë them, çfarë do duhet ishte në fakt, është që gjykata kushtetuese, edhe ajo në presion, të mos e mohojmë këtë, së pari, kur të bëhet gjyqi, do duhet që zotnia të jetë prezent. Së dyti, do duhet jepet koha të sqaroj gjithçka lidhur me pretendimet e veta juridike. A do zgjedh pastaj të ketë një qëndrim politik që për mua është i pashmangshëm, është e drejta e tij. Dhe ajo se çfarë unë pres në një zbatim laboratorik të kushtetutës, të traditës kushtetuese, të jurisprudencës kushtetuese të rasteve të mëparshme, kur kemi pasur shkarkime të kryetarëve të bashkive apo komunës, do duhet që për këtë shkak, për këtë pretendim, Erion Veliaj nuk shkarkohet. Mund të shkarkohet për 101 arsye të tjera të veprimtarisë së vet kur ishte në detyrë, të mënyrës si ka menaxhuar fondet, të mënyrës si ka menaxhuar lejet e ndërtimit, të mënyrës si ka menaxhuar këtë qytet, po jo për mungesë në detyrë. Dhe unë pres pikërisht këtë gjë. A do ndodh apo jo, këtë s'di ta them, kjo është për tu parë, por minimalisht, edhe për arsye të tipit që nuk i është dhënë e drejta për tu dëgjuar, kjo është një arsye e mjaftueshme që procesi i shkarkimit politik që Edi Rama i ka bërë Erion Veliajt nuk duhet të njihet më si një ngjarje institucionale në këtë vend. Të rrim dhe të presim, besoj që kërshëria nuk është vetëm për fatin politik të Erion Veliajt, por në fakt edhe për fatin institucional të raportit midis pushtetit qendror dhe pushtetit vendor, respektimit të kushtetutës tek e fundit. Një alternativë, do thash alternativa ligjërisht më e besueshme për mua është që gjykata kushtetuese do të japë një vendim për rrëzimin e vendimit të qeverisë edhe të vendimit të Këshillit Bashkiak për rrëzimin për shkarkimin e Erion Veliajt, bashkë me të edhe dekretin për caktimin e datës së zgjedhjeve në 9 tetor nga Presidenti i Republikës. Në këtë rast, situata juridike është fare e thjeshtë. Erion Veliaj atje ku është, po vazhdon të konsiderohet kryetari i Bashkisë së Tiranës. Sigurisht që ka një anomali, në kuptimin që një kryetar bashkie nuk është gjatë gjithë kohës në ushtrimin e detyrës vet, por kjo është përgjegjësi politike e tij mbi të gjitha, po jo vetëm e tij, po dhe të partisë që ai përfaqëson, se në fundisht përfaqësues i Partisë Socialiste. Pra është përgjegjësi politike dhe e Edi Ramës. Se çdo të bëj, unë nuk mund ta parashikoj, por një situatë e tillë zgjidhet vetëm me mjete politike. A mundet që nëse ndodh që gjykata kushtetuese t'i japë të drejtë Erion Veliajt, pra ai vazhdon të qëndrojë në detyrë, a ka të drejtë Edi Rama që me një procedurë tjetër, në respektim të drejtave ligjore dhe kushtetuese të Erion Veliajt, të ndërmarrë një operacion tjetër për shkarkimin e tij, për shkelje të rënda të kushtetutës, këtë dhe mund ta bëj, por kjo është për të parë. Nëse nuk e bën, atëherë situata do të vazhdojë në këtë modus, me një kryetar bashkie që është në pritje në një proces penal dhe në pritje të gjykimit, me gjas ndoshta edhe në mas arresti, dhe gjitha kjo do të jetë përgjegjësi politike Edi Ramës për mënyrën se si ka menaxhuar një nga bashkitë e vendit Tiranën. Dhe kjo zgjidhet me mjete politike kur të vinë zgjedhjet në 2027 eventualisht.